السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو دريمت ذفلين دريمت بركاسين بيتم اللهم أدور باچا ذا بكيمة چشم بپفتين تان محمد صلى الله عليه وسلم دم جيث بسمتار ديكين روغتي ديرين تتنجكيمت تو كيشندرو أن مكة المكرمة نكيمي برديسا visita edhe duhet të tregoj pozicioni historik çfarë është ato vendet. E pari brapa Banu Shejba, porta, është porta Kaaba, emrin ka Banu Shejba. Ose ka Babu Salam, dy emra ka. Një porta Babu Salam, një porta është Bab Banu Shejba. Por në njëjtë drejtimi janë ku janë Safa dhe Marwa. Edhe brapa atyre është një shtëpi e verdhë, sot është aty biblioteka. Pa aty është prona Abdullah bin Abdul Muttalib, domethënë prona babi Profet sallallahu alaihi wasallam. Edhe dërgu Allahu xhalla shanu në atë vend është lindur. Si historik ajo ka rëndësia, kurse nga ana islam nuk ka nisha, por një njeri që ka dëshuri me dërgu Allahu xhalla shanu për tjetër, ai ka dëshuria me vendi ku ka lindur. Pastaj ne kemi bërë vizita Jannatul Ma'la. Jannatul Ma'la është një varesa ku është varosur Hadija radhiyallahu anha dhe Maimuna radhiyallahu anha, dy gratë Profet sallallahu alaihi wasallam. Disa thonë është varosur Maimuna radhiyallahu anha në Sarif, jashtë Mekka pak. Edhe familja Profet alaihi wasallam që kanë e vdekur kur ishte në dërgu Allahu xhalla shanu në Mekka, janë varosur atij. Një vizita që kemi bërë është Mali Thor. Mali Thor ose shpela Thor, ajo është shpela ku dërguar Allahu xhalla shanu, kur Allahu xhalla shanu ka dhënë urdhë që tani le Mekka edhe shkon në Medina. Dërguar Allahu xhalla shanu bashkë me shokun e tij, me Abu Bakr radhiyallahu anhu, ka shkuar atij. Dhe kjo është mali që Allahu xhalla shanu ka përmendur shpelën në Kur'an. Idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi, kur ato ishin në shpelë dhe thonte ai shokun e tij, domethënë dërguar Allahu xhalla shanu ka thënë shokun e tij, domethënë Abu Bakrin, la tahzan, mos u mërzit ose mos frikë, pa dyshim ose me të vërtetë Allahu xhalla shanu është me ne. Kjo është ajo shpela që është përmendur në librin e tij. Janë disa njerëzit që kritikojnë që është bidat. Nuk duhet bëjmë vizita Mali Thorit, ose shtëpia dërguar Allahu xhalla shanu, ose shpela Hira. Edhe argumenti japin që asnjë nuk ka shkuar shokët Profet alayhis salam atij. Ato sa kuptojnë Allahu xhalla shanu a ka lejuar bërja udhëtimi për dije, për të fituar dije. Ati është saktuar që vetëm dije e sharia. Edhe në qoftë se dije e sharia, vendi që ka përmendur Kurani, për shembull unë thash se Allahu xhalla shanu ka përmendur në suratut Tauba për shpelën e Thorit. Në qoftë se një njeri shkon ajo vendi që është përmendur në librin e tij për të arritur dije real, që cili shpela është që ka përmendur Allahu xhalla shanu. Ose një njeri thotë shkoj atë shpela që ka përmendur Allahu xhalla shanu, ishte atë njerëzit të shpelës, domethënë Ashabul Kahf. Ai shkon atij, viziton me nijet që libri Allahu që ka përmendur vendi duhet shikoj vetë për të marrë mësim, për të marrë dije më tepër, edhe historikisht, edhe për të rritur imanin tim që libri Allahu ka përmendur këtë vendin. Allahu ka përmendur në librin e tij. Ashtu nëse njeri ikën për të fituar këtë dije, nuk ka savab, nuk ke për të bërë atij adhurim, edhe nëse falet 2 rakat namaz është e lejuar, nuk është shirk, as bidat. Se وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, Allahu xhalla shanu gjithë toka ka bërë për mua i pastër edhe si masjid. Por në qoftë se edhe robi shikon bën vizita vetëm me nijet që Allahu madhruar ka përmendur në librin e tij këtë vend, ja ta shikoj një herë, ose ta shikoj një herë
që jeta dërgu Allahu xhallahu shanu si ka kaluar 3 net atia në çfarë vështirësi për të arritur për të ditur ka situata, çfarë ka aty problem. Asgjë jo, është dije. Edhe për të fituar dije është të lejuar bërja udhëtimi. Ti nuk e duke adhuruar atë vendin. Edhe ashtu për të marrë bërqet. Nuk ka asgjë shokët Profet alayhis salam merreshin bërqet. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu çdo vend ku ka qëndruar dërgu Allahu xhallahu shanu transmeton Sahih al-Bukhari. Çdo vend që ka qëndruar dërgu Allahu xhallahu shanu mes Makka dhe Madina, mes hijreti ai qëndronte atij. Bileve disa vend dërgu Allahu xhallahu shanu ka qëndruar për të bërë nevoja vet, ai edhe atij pse nuk kishte nevoja prap ulte atij ashtu siç ulet njeriu për nevoja. Pse? Për të marrë bërqet nga vendi ku ishte qëndruar dërgu Allahu xhallahu shanu. Ashtu edhe mali, kjo është mali thor që Allahu xhallahu shanu ka përmendur shpela thorit në Kur'an, idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kurse vendet Mina, Arfat, Muzdalifa në gjitha dim, Mina është vendi ku Allahu xhallahu shanu kur Ibrahimi alayhis salam ka dhënë urdhë për të thirrë qurban për Ismailin, atij ka shkuar sipas disa historian. Edhe atij ka munduar për të thirrë, edhe shejtani atij ka ardhur për të bërë mashtrimi, për të anuluar këtë programin e qurbanit para Hajer, para Ibrahim alayhis salam dhe para Ismail. Kurse Muzdalifa është vendi ku qëndrohet një natë, që është qëndrimi wajib në hajj. Edhe aty janë afruar Adam dhe Hawa. Kurse në Arfat janë takuar njëri me tjetër pas shumë, thonë duket 70 vite ose 40 vite. Kur ka zbritur Adam alayhis salam në India ose në Sarandipi, sot Sri Lanka, dhe Hawa alayhis salam është zbritur në Jeddah. Edhe Arfati është ku kjo është pjesa ose mund të themi farzi më i madh i hajit. Se hajt du farz ka qëndrimi në Arfa, ditën Arfas, në Dhul-Hijja, edhe qëndrimi, edhe bërja tawafi. Edhe këtu Arfa është vendi ku Allahu xhallahu shanu ka plotësuar mesazhin e tij edhe ajeti i fundit i Kuranit. Domethënë al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Këtë ajet Kur'an është e zbritur në Arfati. Aty Allahu xhallahu shanu fal shumë njerëzit ditën Arfat. Kur është dita Arfati në Dhul-Hijja. Pastaj ne kemi bërë vizita shpelën e Hira. Padyshim nuk kemi gjitur, kemi parë gëllar. Edhe shpela Hira është shpela ku dërgu Allahu xhallahu shanu ka filluar duke shkuar atje para sa vini shpallja. Hubbiba ilayhi al-khala, transmeton Imam Bukhari rahimahullah, që është dëshiruar ose është dëshiruar në zemrën Profet alayhis salam vetnia, ai rinte vetëm, nuk qëndronte në shtëpi mes njerëzit dihen vahshat ose që ke vështirë. Edhe shkonte atje dhe gjente qetësi dhe pastaj kanë ardhur ëndrat që ka parë dërgu Allahu xhallahu shanu, që dukshin nesër e vërteta. Pastaj jo ëndra, pastaj kanë filluar gurat gjatë rruga kur vinte dhe shkonte, rinte disa ditë, shkonte poshtë për të marrë ushqimet. Gaher Hadija radhiyallahu anha silte ushqimet sipër. Dhe ato gurët që ishin në rrugë thoshin assalamu alejka ya Rasulullah. Dërgu Allahu xhallahu shanu pas profecia ka thënë që unë një akoma ato gurë që mua ka dhenë salam para profecia. Edhe derin sa ka shfaqur Gjibrili alayhis salam. Kjo është shpela Hira. Ato ishin vendet që kemi përmendur shkurtimisht për të njohur historia atyre, se përmendja e historia atyre neve na jep e pari jep dije për jetën e Profetit alayhis salam, librin Allahu xhallahu shanu që është i zbritur, për shembull Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ku ka zbritur? Ne kemi ikur vendi ku ka zbritur për të marrë dije. Atë çfarë bidat ashtu. Edhe ashtu kemi marrë dije për malin e Hira. Mali Hira është afërsisht
3 kilometra e gjys më kam, kurse ashtu rruga tonë beti gjatë nga Makkatul Mukarrama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.